Atëre në çdo vit ushtrimor, qeveria në planifikimin e buxhetit parashikon edhe procedurat tatimore dhe detyrimet e subjekteve privat dhe të vetë punësuarve. Dhe sigurisht kjo është një luftë e vazhdueshme që bëjnë individet për të paguar sa më pak, ndërsa qeveria, duke llogaritur ato për të plotësuar arkat dhe taksa nga më të ndryshme, të cilat ndikojnë pastaj në ecurinë e bizneseve. Në vitin 2023 ka patur një probleme me ata që quhen profesionet lira, për të cilin vajtën del në gjykatë kushtetuese dhe ajo taksa që ishte parashikuar për këto lloj profesioneve me vendim gjykatës së kushtetuese u zerua deri në vitin 2029. Në këtë mes, bizneset e tjera kanë detyrim për të paguar detyrimet tatimore mbi bazën e xhirove vjetore, domethënë nga aktiviteti, dhe kjo ka një logjik sepse qytetarë që kanë një xhiro mjaft të lartë, që është parashikuar nga ana e qeverisë mbi 140 milion lek, do t'i nënshtrojnë taksës prej 23%. Sigurisht, këtu duhen të shikohen shumë faktorë, nuk është kaq e kollajshme të nxjerrësh një vendim qeverie e cila ndikon dhe ka pasoja për të ardhurat e qytetarëve në biznes, sepse ka aktivitete që në strukturën e tyre të atyre xhirove ka një kosto mjaft të lartë. Po supozojmë qytetar që kanë aktivitete në blerje të mallrave me akcizë, si që janë në pijet dhe me radhë cigaret, lokale të thjeshta, nuk po themi për lokale që bëjmë xhiro të mëdha, ata në strukturën e kostos, pjesën më të madhe e zënë pijet që kanë një kosto shumë të lartë, rrjedhimisht në pasqyrimin e të ardhurave të tyre, ata do t'i shtojnë krahas shitjes me pakicë të atyre mallrave që ata tregtojnë, do shtojnë edhe fitimin e tyre, por krahasimisht me xhiron ditore që bëjnë ata, fitimi do të mbetet shumë i ulët dhe do të ketë pasoja pastaj në xhiron e përgjithshme të aktivitetit. Sidoqoftë, kjo është një lajm jo i këndshëm për biznesin, sepse aktivitetet që e kalojnë këtë xhiro për shkaqe nga më të ndryshme, ata janë detyruar pa ju futur fare këtyre analizave që fola unë, të paguajnë detyrimin në shtet. Për këto raste, po them raste, po janë profile këto të aktiviteteve, duhet të kije kujdes në futjen e kësaj iniciative, këtyre aktorëve të shtetëror, sepse me të drejtën mund të bëhet pyetja, ashtu sikur ushtrua dhe nga ju që në fillim, që pasi mbaruan zgjedhjet, çfarë presim neve si shqiptarë në aktivitetet tona ose në shtimin e të ardhurave, përmirësimin e jetës në këtë mes. Ju jeni zënj fort, me mbi gjitha dhe sidomos për gjitha kategoritë, po sidomos edhe për pensionistët. Tani tash, ja po them këtë, po i filloj me radhë, me që doli në skem kjo xhiro e 140 milionëshe. Pikërisht, kjo vërtet mund të nxirre dhe mund të nxirre në fillim të vitit, pra me mbylljen e vitit 2024, të parashikojë në buxhetin e shtetit që do të kishte një shtesë të këtillë dhe ishte normale nëse do të futej në parlament dhe të mirëtojë një gjë e tillë. Gjë që s'është normale tash. Fakti që koincidon me mbarimin e zgjedhjeve vlen për të dëshiruar, sepse qeveria e ka patur si qëllim të vetin këtë, po nuk e realizoi që të mos kishte pasoja në votimet.
E njëjta gjë po idhemi në atë shtresin më të vojtur të popullsisë që janë pensionistët. Pensionistët sigurisht patën oferta nga të gjitha aktorët politik, ku kishte subjekte politik që premtonin në programin e tyre një pension duke filluar nga 200 euro siç ishte Partia Demokratike bashkë me aleatët e saj, 25 ashtu, po dhe grupimet tjera politike, të reja të themi, që ishin futur në konkurim për zgjedhjet e pushtetit qendror, por që si thua nuk gjetën mbështetje, sepse sido që tjetë, zgjedhjet që u bën, u manipuluan manipuluan, u blenë këto gjërat të tjera, për të cilën ju takon forcave politike të ankohen edhe të gjenë të drejtën e tyre, duke bërë, si thua, edhe faktorit ndërkombëtar për t'ia bërë të njëjtur problemet e zgjedhjeve, po unë po them për pasojat e saj, sepse u vërtetua që këto 4 vjet nëse do të mos ketë zhvillime të tjera politike, do të qeverisen nga një parti e cila ka qeverisur për 12 vjet dhe s'ka rritur asnjëherë pensionin, ka bërë vetëm indeksime të pjesshme, të cilat kanë thelluar varfërinë e pensionistëve, sepse mbi të ardhurat e tyre krahasuar me shpenzimet, me çmimet, janë të papërballueshme.